Dialogu strategjik u pezullu. Strategjik me Shebat, dhe këto vendosën për shkak gabimeve të qeverisë. Qeveria ja vendosi Kosovës tani. Unë nuk jam me u marrë tani me të kalumen dhe na duhet me mësu nga psimi, sepse edhe neve s'kemi lindë, ose s'kemi që 200 vjetë shtetë, ose që 100 vjetë shtetë, ose që 2000 vjetë, si që janë disa tjerë. Por kjo është një gabim që përmes cilit ka pësu Kosova, ka pësu buxheti Kosovës, ka pësu ekonomia Kosovës, rinia, gjithë kush ka pësu, sepse mundësit e zhvillimit kanë qenë të tilla dhe mbi gjitha ja kemi plotësu disa apetite armiqve tonë. Tani, a duhet me vazhdu ky variant i frigës nga ajo që do bëhet presion ose do të na kap dikush për vesh, është na çoj dikun dhe të thotë qite firmën, është një problem tjetër. Në anën tjetër, nëse e shikojmë vetë çka ka ndodhur muajve të fundit, kushdo që vjen president, edhe nëse merr Vjosa Osmani edhe një mandat, obligimet ndërkombëtare janë shtu edhe janë bërë më interesante. Kryesorja është, në kohën kur lindja e mesme është ka kollët, na kemi zotim, me nënshkrim presidencial për me dërgu trupa në Gaza. Jemi, edhe pse njerëzit janë ka hezitojnë me dhonë detaje për gjithë punë, a dihet çka është nënshkru, a dihet çka i bjen bordi i paqes, a dihet presidenti i ri çka trashëgon? Shko, presidenti i ri edhe ky i vjetri marrëveshjen duhet ta sjellë në parlament. Për ratifikim? Për ratifikim dhe duhet jo vetëm parlamenti dhe qeveria, po duhet njoftohet çdo qytetar i Kosovës se çfarë ka nënshkruar presidenti i vendit, dhe jemi të zotë me realizu nënshkrimet e saj, dhe pajtohemi me atë që e ka nënshkruar. Unë personalisht jam që kudo që kërkon diçka Amerika prej Kosovës me ju përgjigj pozitivisht, por është diçka tjetër mes nënshkrimit edhe mundësive. Në qoftë se s'kemi mundësi një të tilla, s'kemi as buxhet. Se kur ta miratosh buxhetin, ti duhesh me miratu një buxhet për ato forca që do me i qunë, po e zomë në Gaza atje, ose dikun tjetër. Tash lindje edhe Irani ka me pas nevojë për forca të fushave të ndryshme për me i sanu pasojat e luftës. Po si do qoftë, unë nuk mund ta kundërshtoj presidentën që ka shku, ka bo mirë që ka shku, dhe që nuk i është përgjigj negativisht ftesës së zotit presidentit Trump, por na jemi shtet që vërtet s'mund t'i themi jo, por duhet me di cilat janë detyrat tona dhe me bo planifikimin e buxhetit, me bo planifikimin qofse duhet me dërgu edhe njerëz, pse jo? Se ne kemi ushtri dhe ushtria dihet për shka është edhe policia për shka është. Ushtria është me u vra edhe me vra. Edhe policia është ashtu. Ata që ato detyra